Pejgambert me çka kanë ardhur tek njerëzit? Pejgamberi kanë ardhur me udhëzim, me shpallje. Allahu i ka mësu e ata e kanë përse shpallje. Nuk me çka kanë ardhur? Me dije. Me dije. Allahu ja u ka jap dijen, ata e kanë shpërndon dijen. Prandaj stacioni i parë i meditimit rreth pejgamberëve është meditosh rreth dijes së pejgamberëve. Çka kanë ditë pejgambert që tjerët s'kan ditë? Dhe çfarë dije kanë shpërndar pejgamberët? Çka është mësimi i gjetë në Kur'an? Me çfarë dije kanë ardhur pejgamberët? Çka kanë ditë pejgamberët që tjerët s'kan ditë? Për shembull, përmendoni Muhamedi alayhis salam në Mekë tu fol për një temë, ama për çfarë temë ka pas më dishum. A ka mundësi me ndodh? Jo, s'ka. E pa mundshme është. Dija me të kanë pejgamber, realisht ka qenë dije që veç ata e kanë ditë. Edhe ata që e kanë mësuar pe pejgamberëve. Dhe kjo i ngrit pejgamber në një shkallë të lartë që quhet mësuesit e njerëzimit. Ata janë mësuesit e njerëzimit. Kush do të më mësu, do të më ulte pejgamberët. E në veçantë më i madhi tyne, i fundit kush? Muhamedi alayhi salatu wasallam. Ai është mësuesi i këtë njerëzve. Toni mësonai. Ai ka këtë mësu. Edhe në ato që ai ka më mësu kur kush zdinon i saj. Ai dhe ato punë më miri. Për shkak se Allah e ka mësuar. E cila është dija që kanë me to pejgamber? Dija kryesore të në vëzër. Dhe që kjo është e boshti i kësaj teme. Krejt që ka silë rësaj. Ma e rëndësishmja e krejt mësimeve, këtë udhëzimet pejgamberëve është se pejgamberët Allahut kanë ardhur me mësu kush është Allahu. Nësë shumë ditë kush është Allahu te barë. As kush në ka kriju, as kush në furnizon, as qysh me besu në ta, a këshëm ditë? Ja, as shumë ditë. E çështja më madhore që me te kanë ardhur pejgamberët është dija. Dhe njohurit më të rëndësishme në raport me këtë dije që kanë ardhur pejgamberët me i përcjell është kush është Zoti yt, kush është Allahu xhalla xhelaluhu. Dija për Allahun te barekuhu teala. Njohja Allahu xhalla wala, kjo është tema më madhore dhe janë informatat më të rëndësishme në jetën tonë që kem mësuar njëherë për diçka. Më e rëndësishme. Domthon, më e rëndësishme me ditë emrin Allahut se emrin tënë. Pse? Se emri Allahut të ndërvozër emri i krijuesit, është emri i atij që gjithçka është në dorën e tij, ti je rob i tij, apo? Andaj emri i tij s'bën me harruar. Emri Allah ose emrat e tjerë që i ka Allahu te barekuhu teala. Pastaj emrat e Allahut janë emra real, janë emra tamam që tregojnë kush është Zoti. Për shembull, emri Allahut Ar-Rahman, i gjithëmshirshmi, që mëshira e tij ka përfshirë gjithçka. A është emër real apo që emër është? Kjo real është. Allah është çashtu, çysh ka thonë çashtu është. Mi po njëri me pas emrin për shembull i mëshirshëm, çashtu e ka emrin atë. A ka mundësi me koni vrasht? Ka mundësi, veç emrin e ka çashtu se lidhe me emrin s'ka. Sa njerë kanë emrin të mirë, po lidhe me atë emrin s'ka. A ka njerë që ka emrin Muhammed? A ka? Për nështë asë në Allahun s'beson, se ne me pasu pejgamberin son. Emrin e ka Muhammed. Për shembull. Allahu na ruaj. Andaj njohja e Allahut është më e rëndësishme se njohja e vetes sonë. Nga se rajsht vetën tonë e një përmes Allahut, kush je ti realisht. Çka lim dunjati? Puna jote, roli yt, mundësitë tua i një ku përmes njohjes së Allahut te barekuhu teala.